Sa orë në ditë je Elvisi, i veshur kështu dhe me stilin e tij dhe me veshjet si ai? Veshjet me të gjitha flokët i kemi në pak natyrale tani, se edhe mosha punë të vetëm, por e kemi qef këtë punë. Edhe bëjmë me respekt edhe sa më mirë. E ke vështirë ti gjesh veshjet? Ku i blen zakonisht? Jo, mi kam bërë edhe në ishullin e Korfuzit, ka qenë ja angleze, roba qepse shumë e mirë. Edhe aty qoja çopat, pasa ajo tinde i ndërtone kuku. Po përveç veshjeve, cilat janë disa nga tiparet që ja ke vjedhur më së miri, duke parë nga videot e ti të interpretimeve të Prislit, që njerëzit që të kanë parë edhe ty duke i bërë të thonë që i qanë dhe nuk të dalojnë nga i? Po, më ka pëlqyer edhe favoritat, që kur isha i vogël i kisha qef, kupton që më pëlqen dhe si stil, edhe rock and rollin e kam dëgjuar, brava dhe më ka pëlqyer shumë, komplet paketa që kishte Elvis, më pëlqen. I ke numruar sa performanca ke bërë deri tani si Elvisi? Unë kam bërë 25 vjetë, jam pothuaj se 5.000 performanca. 5.000 performanca, dhe kur ka qenë e para? Si rastisi të, po them rastisi, sepse di që ka qenë diçka krejt e pa menduar, pra jo ka e mirë menduar si tani që kemi edhe barin e gjitha këto. E para ka qenë ishullin e Korfuzit, unë punoja kamarier, po kishte një bar karaoke, edhe unë shkoja aty në java, gjithmonë dhe këndoja, këngë të ndryshme edhe këngë rock and roll këndoja të Elvisit edhe këty. Edhe ai zotria që bënte karaoke, më dëgjoj dhe më tha, duhet të bësh Elvis show, më tha ma, se je shumë i mirë. Unë në fillim nuk e besova normale dhe se Elvis ishte këngëtar shumë i madh, që ta imitosh. Nuk e di as, do pëlqesh apo jo. Por ai kish besim tek unë. Edhe ma vuri në dukje dhe më ndihmoi, më krijoi muzikën, do me thënë, në një CD që kishte në atë kohë, unë mësova këngët edhe kërkuam punë në përbare. Derisa njëri sillen i tha, të vi të këndoj. Vajta aty dhe më kam mbet në mendje hera e parë. Ai kishte te bari 10-15 veta, e te kënga e 4-5, bari u mbush plot. Dhe edhe në hynë, mund të kishtë 20 me 50 veta. Edhe u pëlqeva, edhe më tha ai, mos ik më ke restoranti, hajde këtu çdo natë të bëjmë Elvis show. Që atëherë unë ndjeva mirë dhe unë se thash, njerëzit e pritën mirë, edhe vazhdo. Që aty ndryshoi edhe jeta e Orestit, ë? Po unë isha bërë, po thjesht, do gjithmonë një ndim nga dikush tjetër, sepse ne ishim të mbyllur, unë ika nga Shqipëria, vajta në një vend tjetër. Pia dhe menaxher e vetë e të gjitha këto të tjera. Por Zoti është i madh, një talent do nxjerrë në një farë mënyre talentin që ke. Bashkëshortën e takove si Oresti apo si Elvisi? Bashkëshortën e takova si Elvisi. Aty i more zemrën, a? Po, si Elvisi. Orest, ne do kujdesemi që sapo të kemi ndonjë rrugë për andej në Sarand me ekipet e televizionit tonë, do ndalojmë tek bari dhe pse jo, të jemi dëshmitar